kodrës diellit, portali ynë sërish këtu për t'ju eksploruar kodrën e diellit, perlën turistike, natyrisht edhe për të dhënë intervista dhe gjithçka tjetër që po bëhet këtu. Kjo është unë sjell skim natë, një aheng që po organizohet pak më poshtë dhe gjithçka tjetër me turistët nga Kosova, nga vendi jonë dhe gjithandej që janë duke shijuar perlën turistike, kodrën e diellit këtu mbi Tetov. Pas pak do të mësoni se si shkojnë gjërat këtë vit. Si që shifni edhe vetë, është një atmosferë mjaft e mirë, është një organizim shumë i mirë nga ana e organizatorit, nga ana e drejtoria e qendrës së skimit. Kodra e diellit është një qendër turistike shumë e rëndësishme, shumë e vlefshme për turizmin tetovar dhe në përgjithësi, dhe mendoj se është diçka që qytetarët kanë mundësi që ta shijojnë me familje, me fëmijë, të skijojnë dhe besoj se është diçka shumë e mirë. Ndjehemi shumë mirë në kodrën e diellit, rrëshesim me familje. Mendoj se presim të përfundojë java, që në fund javës të skijoj. Kemi shpresë që të shitet, vinë investitorë të mëdhej. Kodra e diellit është një pistë që jep për skijatorët. Ka mundësi të mëdha, ka terene të pa shfrytëzuara për dallim nga ajo që kam skiju edhe në Austri, për shembull, në Tiroli. Këtë bukuri që e jep kodra e diellit nuk e kanë ato vendet atje. Me thonë atë janë pistat e ngushta, vendet malore janë ngushta, pistat e gjata janë, po nuk e ka këtë bukuri, vetëm kodra e diellit e jep këtë mundësi. Të gjithë pamjet i ke me një vend, me vikend shtëpizat, me hotelet, me qendrat e skijimit për shembull. Krahasim nga jashtë duhet në Tetov të stacionohesh nëpër hotele dhe të hipish kodër edhe natën mbaron, domethënë. Këtë luks nuk e ke siç e ka kodra e diellit. Me të vërtetë është perl evropiane, në qoftë se investohet. Me Mirin, radha është i kapim këto tek ski lifti. Përpara se të nisën, duhet na thuan 2-3 fjalë, ata janë ata të cilët më së miri përshkruajnë se si e shijojnë skimin e natës. Shumë mirë. E këtë shijonin maksimum. Patjetër. Çka që përmisu? Pasën. E shijoni? E shijojmë një maksimum. Bora, krejt mirë. Mirë, super. Duhet veç vazhdohet kështu. Vazhdojmë sa më fort. Ajri pasër. A e pish kur shkojsh tërmakur veç të poshtë? Edhe termojnë të poshtë. Tre ka jeni? Pa Kosova, kënaqur. Tre Kosova ka ardhur veç për skim. Po. Si e përshkruan kodrën e diellit? Super. Çka që përmisu për të bërë më mirë? Na bëu night ski edhe natën ka kuço. Edhe Anena i thona. po. Çio, Super, veç sigurimet shumë domët. çka që përmisu ti? Me i hek që të sigurime ke. Si? S'dejnë bëjnë rënd. A shkoni edhe në ski qendra tjera apo vetëm kodrën e diellit? Shkojmë edhe tjera, po këtu na pëlqen. Unë jam fillastar, më letëm je këtu. Po. Ti e përshkruan këtë? Shumë eksperiencë e mirë, me ardhur shoqëri, kalu kohë të bukur, shumë kohë mirë. Po, shio. Shumë bukur, Çka që përmisu, çka që shtu apo gjithçka është perfekt? gjithçka perfekt. Kjo që skijohet edhe natën? Shumë mirë, ide tepër e bukur. Ora mësësh vajzën rapi ski liftit. Ti e morëm mësysh, te intervistin Unë të unë e pak. Ne i morëm intervistin mësysh. Si kaloni? Ne mirë kalojmë, po veç më intereson si e shijoni këtë skimin e natën. Jashtëzakonisht shumë. Perfekt, u knaqem. Perfekt, u knaqem. Na i përmisim në këshill. Na i këshill, nuk kam na i këshill. Gjithçka shkon në rregull, rendin e mbajnë si duhet, jemi krejt kënaqur. Është marrë skimi natës. Po, Buset janë mera, edhe perfekt. po. Mi çka me profesion ti? Auto ngjyrosës. Po, Po. to e hekësh këtë afrosin. Po. Pas skimit që kodra e diellit ta mundson edhe natën, sigurisht që jemi lodhur, jemi djersuar, tani jam akomoduar brenda për të bërë një intervistë, sigurisht me drejtorin e
qendrës Simit, Kodra e Diellit, Gani Ali. Drejtor, desha të them kemi hip në ratrak. Ku kemi hip në fakt ne? Shtypës bore kemi, Pastru, shtypës, a? rregullim shtigjesh. Shqyqyrë zotit, ta nisim nga e fundit pak me vonesë, por sërish jemi në pistë, jemi në shtypsin e borës, jemi duke rëshqitur, duke shijuar gjithë këtë që mundson perla e Kodra e Diellit. Po si që shifni, sot ka edhe skim nate, edhe borë, edhe vizitor, të gjitha të mirat i kemi. Sigurisht që është problematike për të udhëhequr çdo menaxhim kërkon punë, mund të ka problemet e veta, por do flasim një herë për gjërat e bukura. Si ndjehesh kur shohësh që njerëzit, familjet me fëmijë, me të gjithë janë duke u kënaqur, realisht janë duke shijuar këtë që na dhuron Kodra e Diellit? Po ne si udhëtësi mundohemi që vizitorët tanë të kalojnë sa më mirë në Kodrën e Diellit, tu ofrojmë kushte sa më të mira, atë sa kemi fuqinë tonë si ski qendër këtu. Pasi që e dini edhe vetë, në këtë ski qendër më para 2 viteve edhe janë larguar nga puna edhe punonjës të cilët kanë qenë shumë vite, edhe kemi pak përballje me mungesë eksperience, po mirë po kemi bërë ekipin e ri të cilët kanë nisur me punu edhe mirë është duke shkuar. Ne përgatitemi atë sa i kemi mundësit, kurse sa u përket borës artificiale, unë si drejtor kam kërkuar edhe nga kompania e cila është mbi ne, do me thonë SM-ja, kam kërkuar edhe kam para parë në planin financiar edhe borën artificiale. Mirë po e dini se edhe flitet për investitor të cilët pritet të marrin Kodrën e Diellit, edhe ne presim se çka do të ndodhë. Realisht më thuaj, sa është realisht kjo? Sa mund të pritet? Sa është e realizueshme një investitor i huaj me një buxhet mirë të futet në Kodrën e Diellit? Po t'u ju them të drejtën, sa që e shoh unë edhe qeveria ka interesim për të bërë diçka për Kodrën e Diellit, pasi 20 vite nuk është bërë asgjë. Tash e shoh se ka interesim, duan të bëjnë diçka edhe besoj se do bëhet. Vitin e kaluar ishe debutues në detyrën e drejtorit, natyrisht për të njoftuar me situatën, i përmende peripecit, largimi i punëtorëve, atyre me përvojë. Çka duket ndryshe këtë vit? Je më i përgatitur apo përballesh me të tjera sfida? Po shifeni, në Ngrica edhe në Borë ka çdo ditë të papriturën. Çdo ditë ka probleme të reja që nuk mund edhe t'i parashikosh. Vitin çka e lam pas erdha me gjetëm me një katraur në gjithë shka me rroga, me probleme, me servisime. Këtë vit u munduam me rrogat mos kemi probleme, me servisimet mos kemi probleme. Edhe ne ato çka janë në duar tona, besoj i kena krejt të rregullume, sa i kemi mundësit si ski qendër. Ganiu kur erdhi vitin e kaluar nuk është se pati edhe shumë kohë. Vera gjithë viti, çka e ke shfrytzuar vitin për të qenë këtë vit më mirë se vitin e kaluar? Po këtë vit une do me thonë spari ka qenë interesimi im që ashensorët, teleferikët çka i kemi të kenë kontroll të tire të motorave, të sendeve të cilat na tangojnë, edhe pse kishte shumë vite disa gjëra pa kontrolluar, i kemi bërë atë që na tangon siguria e skiatorëve, jemi munduar, do me thonë në përpista kemi venduar mbrojtës për skiatorët, se çdo ditë kemi ne edhe lëndime këtu. E kemi zgjedh një kompani e cila është një ndër më të mirat për shpëtimtar rreth lëndimeve në pista. Sa i përket lexuesve të kartelave, jemi menduar që mos kemi atë probleme, kemi të menjanuar skiatorët në çdo vend ku hinë me kartel, do me thonë u lexohet kartela edhe nuk e kanë atë problem të mëparshëm. Uniforma të reja të punëtorëve, do me thonë kemi të gjithë punëtorët me uniforma të reja si këtë vit. Pjesa hoteleve, do me thonë, është një investim shumë më i madh, edhe ai investim, do me thonë, i tangon edhe
në atë projekt që qeveria çdo e ka promovuar se do të ketë investitor të rej. Një lehtësim i madh për gjithë ata që duan të pajisen me bilet ka qenë edhe shitja online. Sa ka qenë rënd për të organizuar dhe sa e ka lehtësuar kjo procesin e shitjes? Shifeni, ne kemi organizuar do me thonë online shitje prej më herët edhe të gjithë e kanë pasur edhe skiatorët edhe ata të cilët e blejnë biletën sezonale edhe më lehtë ta blejnë nëpërmjet aplikacionit të cilin e kemi patur në dhe faqe. Keni statistika sa janë shitur përmes online? Do me thonë mbi deri te 300 bileta janë shit online, të tjerat janë shit nëpërmjet numrit Viber. Kodra e diellit është e madhe, kur ka njerëz si ju që për me dini me pru në pa se sa e madhe është kodra e diellit. Unë e shijoj maksimalisht se më pëlqen, e kum dasht e dua dhe kam e dasht. Edhe të e pas parasysh që jeni ju ata, unë influencerat më të mëdhej për më pa një magji të bukur që e ka, do me thonë Tetova, son thom Tetova, për kodrën e diellit. Edhe shqyr zotit tash është bo një Shqipni e madhe edhe pse krejt Evropa ka nisë më ardhë në kodrë të diellit, po prap se prap fal neve që po mundojmë mi u tregu njerëzve pak ma gjënsisht. E du unë personalisht çka do që të kanë kodrë diellit e shioj edhe kam e shiju. Po fillon të numrojmë mangësitë edhe defektet janë pafund, por të flasim për gjërat e bukura. Një koment i bukur që kam marrë më poshtë ishte një djalë që tha kam skiuar edhe në Austri dhe këto që ka kodra e diellit besoni që nuk i ka. Pavarësisht që mund të ketë bukuri, mund të ketë më shumë skilifte, këtu duhet investime, por kodra e diellit ka diçka që se gjen ku pajtohesh me të. E para pse pajtona është i vetmi vend qendrat e skimit që kemi shkuar edhe në vende tjera që ti prej në villë ose hotel kudo që je ishe stazat përballë. Ku të shkojsh janë poshtë edhe stazat i kinal. Domethënë kjo është një magji që shpjegohet me fjalë. Mandej duhet me vlerësu që po kemi skem të natës. Edhe kjo është një plus, po ka DJ, po ka organizime, ka mundësi ala ma shumë, po pse mos mi përmen njerë diçka të re që plot vende tjera nuk i kanë. Si kaloni sot? Mirë shumë. Më të lejon të skijoni apo vetë për ta shiju? Jo, vetëm për ta shijuar. Si ju duket kjo organizimi në kodrën e diellit? Shumë mirë, shumë bukur. Jeni Tetovas apo? Jo, Gostivarit. Gostivarit? Do vini prapë, si ju duket organizimi në kodrë? Po, sa të mundemi do vinë. U kënaqem shumë, tepi mirë është. Çka mendoni se duhet përmirësohet? Definitivisht parking, që është më shumë e para e punës, edhe e dyta më shumë promovim. Si kaloni sot, si e shijoni këtë? Shumë mirë. Keni dalë skijoni apo vetëm për të ardhur? Po, kena dalë veç për tu naqur. Skimi natës, që si ju duket? Unë nuk skijoj. Unë skijoj. Unë skijoj. Si ju duket kjo natën? Shumë fort. A ndjemi si tetovar më të pasur se tjerët me këtë që kemi kodrën e diellit? Ska, si le që kina kodrën e diellit pasuri madh me natyrale s'kina. Po një porosi për gjithë ato poshtë që shohin videona nuk e kanë shijuar këtë natë. Shijonja se e kina.